Ndërkaq një zyrtar policor në Drejtorinë e Inteligjencës dhe Analizës në Policinë e Kosovës po dyshohet se ka lidhje të forta me grupe të kontrabandës në veri si dhe me bian serbe. Një material i prezantuar mbram ekskluzivisht këtu në TV1 do ta ndjekim tani dhe për të cilin do të jetë realisht edhe tema të cilën do ta diskutojmë në pjesën tjetër. Një grup i organizuar ende vazhdon të operojë me kontraband në veri të vendit. Grupi dyshohet të ketë lidhje të forta edhe me një zyrtar policor shqiptar, i cili është pjesë e inteligjencës së policisë së Kosovës. Zyrtari G.K, emër i njohur për redaksin, në disa fotografi të siguruara nga televizioni, shihet duke u shoqëruar me grupin e kontrabandës në veri, nofka e të cilëve është limuncat. Pjesë e grupit janë Miloš Vicentijević dhe Miljan Vicentijević, të cilët kanë lidhje biznesore me Radu Lestević, personi i cili është pjesë e aktakuzës në rastin Banjska, si akuzuar për pastrim të parave. Sipas burimeve të TV1, këto fotografi e vërtetojnë bashkëpunimin e policit G.K në këtë grup të kontrabandës. Për t'ia mundësuar Milan Vicentijevićit kontrabandimin e mollrave nga Serbia në Kosovë, G.K dyshohet se u pagua prej 400 deri në 800 euro. Përveç lidhjes në këtë grup, institucionet e sigurisë kanë dyshime të bazuara se zyrtari policor G.K dërgon edhe informacionet e bija serbe. Policia emër i njohur për redaksin përveç pasaportës së Kosovës, posedon edhe një letërnjoftim të Serbisë. TV1 ka siguruar këtë letërnjoftim, mirë po për shkak të ruajtjes së konfidencialitetit nuk do ta zbuloj këtë dokument. GK dyshohet se është pajisur edhe me pasaport të shtetit serb. Madje, TV1 ka mësuar se kur kamionët e Milan dhe Miloš Vicentijević bllokuan më 24 shtator urën në fshatin Banjës të Zveçanit, komunikuan me G.K për të marrë informacione rreth lëvizjeve të policisë së Kosovës. Pjesë e grupit është edhe kunati Radu Lestević, Ivan Grubor, për të cilin i kemi siguruar edhe këto fotografi gjatë një takimi në Mitrovic të Veriut. Grupi bashkëpunon edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, fakti i cili vërtetohet përmes këtyre fotografive të Milan Vicentijević pranë Vučićit në vitin 2018 në inaugurimin e qendrës për ekologji dhe zhvillim të sportit në afërsi të liçenit të Ujmanit. Qendra dyshohet se është përdorur edhe për aktivitete terroriste. Ndaj zyrtarit G.K, policia e Kosovës e kishte nisur një hetim të brendshëm në vitin 2015. Sipas dokumentit të siguruar G.K gjatë kryerjes së detyrës zyrtare në pikën kufitare në Jarinje, kishte regjistruar hyrje të kamionit nga Serbia në Kosovë në emër të Dragisha Miletić, për çka raporti thotë se ky kamion nuk kishte hyrë fare në territorin e Kosovës dhe se emri ishte vendosur i dikujt tjetër. Raporti vlerëson se me këtë veprim është bërë shkelje e rëndë disiplinore. Në një përgjigje për TV1, Inspektorati Policor i Kosovës ka konfirmuar se nuk mund të japin më shumë hollësi rreth hetimeve ndaj këtij zyrtari policor, por që në vitin 2024 ka dorëzuar kallëzim penal ndaj G.K dhe një zyrtari tjetër policor në Prokurorinë Themelore të Mitrovicës për veprën penale shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. TV1 mëson se G.K kishte shkrepur me armë zjarrin ndaj disa kontrabanduesve në veri të vendit. Për shkak të integritetit të procesit hetimor, IPK nuk mund të ofrojë informacione në të gjitha pyetjet që ju keni adresuar. Sidoqoftë, ju njoftojmë se IPK ka dorëzuar një kallëzim penal më 13 janar 2024 në Prokurorinë Themelore në Mitrovic për dy zyrtar policor si të dyshuar për veprën penale, shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Prokuroria Themelore në Mitrovic nuk e ka mohuar e as pohuar se ndaj të njëjtit, po bëhen hetime, por kam për të ditur se për rastin më 13/01/2024 kam pushuar hetimet ndaj tij nga prokurori i rastit. Në disa kërkime në internet vërehet se G.K është mjaft aktiv edhe në rrjetet sociale, ku në vazhdimsi bën komente në postimet e politikanëve. Një gjë e tillë nuk i lejohet një zyrtari policor me rregullorën e policisë së Kosovës. Ndoqëm këtë material ekskluziv i punuar nga gazetari deskut informativ Venari Sufi, ku në detaje tregoi dyshime se një zyrtar policor në Drejtorinë e Inteligjencës dhe Analizës në Policinë e Kosovës
është i dyshuar për lidhje të forta me grupe të kontrabandës në veri, si dhe me bijan serbe, për të diskutuar pikërisht për këtë, për të trajtuar në aspektin e sigurisë kombëtare, në një linjë të drejtë për drejtë. Tashmë kemi ekspertin e sigurisë, zotrin Arben Dashevci. Dashevci, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta të nderuar. Po besoj që keni pas mundësin të ndjekni edhe ju materialin e më pas edhe ne ritransmituam edhe një herë tjetër sa serioze duhet konsiderohen dyshimet kur një zyrtar i inteligjencës policisë Kosovës mund të kenë ndërlidhje me bijan serbe dhe rrjetet e kontrabandës. Duke pas parasysh do më thonë edhe rastet e kaluara që kanë qenë, sepse ka pas, gjithmonë do ta gjeshti ndonjë zyrtar policor ose zyrtar që përfshihet në këto gjana, mirë po në atë aspektin e sigurisë dhe në atë aspektin e sigurisë publike, posaçërisht, policia e Kosovës është e profilizuar 100% dhe i ka dhe departamentet e saj të mbikëqyrjes i nderuar, siç janë standardet profesionale, i cili departament është i cilësuar në formën maksimale, si të vendorë po ashtu edhe të ndërkombëtarët. Dhe kur është çështja edhe më serioze, Republika e Kosovës e ka edhe inspektoratin policor të Kosovës që i heton rastet dhe nëse ka dyshim të bazuar definitivisht se edhe intervenon. Pra, nuk ka lidhje që jeti pjesëtar i policisë së Kosovës, çfarë do lloj departamenti të jesh ti, gjithsesi se puna e gjithë secilit monitorohet duke pas parasysh që policia është e profilizuar dhe reagon. Dhe në momentin e parë që dikush tenton që të kontrabandoj ose të bashkëbisedoj ose të jetë në lidhje me kontrabanduesit, posaçërisht në raste sensitive ku këta persona kanë qenë edhe në lidhje me kriminalin ose kryekriminalin Radojčić dhe grupin e tij. Atëherë edhe gjitha instancat e sigurisë në këtë rast reagojnë dhe e ke rezultatin siç po e shohim gjithë nga mediat e hapura, sepse kështu punon policia e Kosovës, mendoj unë, është e profilizuar dhe ka përvojë të jetë madhe në këtë aspekt. Dhe çdo kush që tenton ta cenoj sigurinë kombëtare të Republikës Kosovës, ta cenoj sigurinë publike, duhet ta di që policia e Kosovës është e konsoliduar dhe do të reagojë mu sikurse sot, nesër ose gjithmonë. Megjithatë, nuk mund, në fakt, kjo do të thotë edhe diçka për sigurinë kombëtare dhe besueshmërinë e institucioneve të rendit në Kosovë. Marr parasysh se një policë kosovar mund të jetë i përfshirë, dyshohet, po themi gjithmonë dyshohet se mund të jetë i përfshirë. Më pas edhe këtu preket e cenohet edhe siguria kombëtare, po besoj, Dashevci. Po pas një pikë dyshimi se ju keni drejt. Në momentin që ka dyshime të bazuara dhe për këtë vlerësojnë vetëm organet e sigurisë publike, ndjekjes dhe drejtësisë. Ne as nuk dojmë të amencojmë këtë rast, sepse duhet të presim vetëm rezultatet e organeve tona që janë legjitime të pranuara ndërkombëtarisht dhe jemi të prirur t'ju besojmë atyre. Mirë po, posa ti tenton t'jesh me qarqe destruktive, t'jesh me një shtet që sillet në formë armiqësore me Republikën e Kosovës, atëherë direkt këtu preket siguria nacionale dhe këtu mbaron çdo debat. Me njëherë kanë me të reaguar organet e sigurisë të gjitha duke pas parasysh që edhe AKI bashkëpunon me Ministrinë e Brendshme dhe bashkëpunon me institucione tjera gjithmonë për t'i parandaluar, sepse jemi në ato vorbullat e sigurisë, jemi në atë pikën e luftës hibride, pa marrë parasysh se atë cilësohet si një akt kriminal, apo çka, me rëndësi është që suksesi po arrihet te Republika e Kosovës, kurse se si do cilësohet rasti, po ripërsëris edhe një herë sepse është tepër e rëndësishme. Këtë e vlerësojnë vetëm organet tona, por fati ynë i mirë që i kemi organet tjera të konsoliduara që e monitoron çdo individ. Nuk ka lidhje që jetë zyrtar, do t'jesh monitoruar për punën tënde. Dhe në momentin e parë që hetohesh që puna jote nuk po shkon në rregull, atëherë je në lupën e departamenteve të ndryshme të policisë dhe nëse ka nevojë të inspektoratit standardeve, por edhe të sigurisë kombëtare këtu të AKI-s, sepse ne jemi shtetë i pavarur dhe sovran me institucionet konsoliduara. Nuk ka falje në këso raste, asesi.
Dhe qëfar rreziku realisht zyrtar Shefci paraqitet për operacionet sekrete të Kosovës në rast se edhe vërtetohet këto dyshime për këtë polec që ka lidhje të afërta me rrjetin kriminal, po ashtu edhe me Bian Serbe? Po, faktikisht pyetja është shumë e drejtë dhe shumë e qartë, mirë po pritet edhe ai reagimi i institucioneve se a ka mundur, ose çka ka mundur ato shkronjat kriminalistike, si ka mundur ta cenoj ose mos ta cenoj sigurinë publike ose sigurinë kombëtare, duhet të pritet sepse janë organet që e vlerësojnë këtë, por a ka pas raste tjera? Po, ka pas dhe ai polic atje që ka qenë përpara, nëse mbanin mend, ai dhe ka pranuar rastin që ka bashkëpunuar me organet e Serbisë atje, kurse ka qenë shtetat e Republikës Kosovës, ka punuar në policinë e Kosovës, këtë Kosova e ka jetuar, ka dalën me preventivën maksimale dhe me vigjilencën që është dhe është denuar faktikisht. Dhe për këto është ende filli i fillimeve dhe nuk duhet të ngutemi, por vetëm se duhet të besojmë institucioneve, mu si kanë arritur rastet paraprake, arrijen edhe sot, por do të arrijen edhe në të ardhmen, sepse puna e tyre po shihet në praktik, pa i dhanë askujt asnjë lajk të vetëm. Dhe si që ta bëjmë ndoshta edhe të pak të qartë edhe për njerëzit që po na shikojnë, si rekrutohen zakonisht njerëzit nga shërbimet e huaja, zotëria Shefci? Mund ndikohet sepse kjo është çështje shumë komplekse që shpjegon fort mirë siguria nacionale. Mund ka rata kem këtë land sigurisë nacionale, një puzzle land, nëse kisha mujt me e cek kështu, po. Këta njerëz zakonisht që joshen nga shërbimet e ndryshme, para se gjithësh nuk duhet të harrojmë se janë njerëz të ligë. Mund ta bëjnë këtë me dashje ose pa dashje, por si ka mundësi të joshet dikush pa pas edhe qasje në dokumente zyrtare. Pra, janë çështje tepër komplekse dhe tepër komplekse edhe për të jetuar, sepse duhet të kesh të gjitha faktet që të arrish suksesin. Andaj në këto kohë dhe ta cenosh sigurinë kombëtare dhe të bashkëpunosh në këtë rast me kundërshtarin që sillet në formë armiqësore është e pafalshme në asnjë mënyrë, kjo nuk duhet të ndodh, por ja që ndodh se kjo ndodh prej pilleve të njerëzimit që nga perandoria osmane, që nga lufta, që nga perandoria romake, do me thonë, nuk është ndonjë sen e nderuar Dorentina që po ndodh vetëm sot, por para se gjithasht, janë njerëz të ligë, korruptohen letë, joshen let dhe format e joshjes janë të ndryshme. Dhe para se gjithasht duhet të kesh ndjenjë kombëtare që mos ta bësh këtë. Mirë po, fatmirësisht i kemi institucionet dhe me të vërtet të arishti 7 raste në sigurinë kombëtare po e ceki, sepse kjo dallon për sigurisë publike, a nuk është ky sukses e nderuar. Pa dyshim se është sukses, megjithatë Dashefci pyetja e gjithë ne mbetet ajo se si mund të ndodhë që kaq lehtësisht një zyrtar në një pozicion kaq të ndjeshëm të ketë lidhje pra me rrjete të tilla kriminale. Sa e lehtë mund të jetë kjo më pas edhe të bashkëpunohet kur je në pozicione të tilla? Po, fillimisht nëse e keni lexuar edhe ato që e kam lexuar edhe në joshja e parë ka qenë parat. Praktikisht është joshër spari edhe nga parat, dhe pastaj ka filluar ajo shoqëria me njerëz që nuk duhet të shoqëruar me ata njerëz kur janë në lupën e shtetit ose kur janë cilësuar për vepra penale kundrejt Republikës Kosovës. Kjo nuk ka asnjë mundësi të ndodhë. Andaj si nuk është e mundshme të joshesh ti më spari para, ku paraja po lun në rol të disa njerëz, për disa njerëz që kanë ndjenja normale qytetare, nuk duhet të jesh këtu edhe shumë patriot, vetëm se duhet të jesh qytetar normal dhe i ndershëm që ta duash vendin tënd pa ekuivok. Andaj këtu mungon mendoj edhe unë spari ajo çështja e karakterit, e temperamentit, e kulturës kombëtare dhe të tjerat. Dhe pastaj vinë edhe ato çështjet materiale, siç është paraja dhe joshjet ndryshme, por edhe shantazhet e ndryshme, dhe ja që po ndodhin këto raste dhe më beso se a është e lehtë që të identifikohen personat e tillë, sepse në materialin që e ndjekëm i njëjti edhe më parë kishte pas
një të kaluar, sa është e lehtë që të evidentohen më pas edhe të hetohen personat e tillë? Spari ky person domethënë ka pasën edhe një rast në të kaluarën kur është marrë inspektorati policor i Kosovës. Mirë po tash ky rast pas që është i cilësuar edhe për kontraband, është edhe një rast tjetër domethënë që dyshohet se ka bashkëpunuar ose ka pasën me qarqet armiqësore të Republikës Kosovës në këtë rast bian. Andaj këtu përfshihen të gjitha institucionet e sigurisë, ndjekjes dhe drejtësisë duke pasën parasysh kompleksitetin e saj që të mblidhen të dhënat patjetërsueshme dhe nëse ngrihet akt akuza, atëherë akt akuza duhet me pas edhe fakte të patjetërsueshme që të evidentohet dhe që të kryhet këto raste me sukses. Tash nuk po di sa po jam i qartë sa dallojnë rastet prej rastet. Rastin në shembull i kontrabandës ka pas shumë, ka pas ditë për ditë në kohërat e kaluara. Rastet e sigurisë kombëtare, bashkëpunimi me qarqet e gabuara ose qarqet armiqësore janë raste tjera, janë raste që dojnë hetime të thella, komplekse që e bëjnë me dashje dhe pa dashje, të vetëdijshëm ose të pa vetëdijshëm, nuk duhet bëhen fare, mirë po janë komplekse dhe vetëm duhet kemi durim dhe të jemi të prirur të besojmë institucioneve tona të sigurisë nderuar, sepse i kemi të konsoliduar dhe kjo është fakt. Po, dhe cili duhet e ishte reagimi tani me njerëshëm i institucioneve, zotri Dashevci? Institucionet me atë sa kam parë shumë, unë nderuar vetë se kanë reaguar, e gjitha është në lup. Unë besoj që do të reagon në këtë fakt edhe inspektorati policor i Kosovës, që është adekuat për këtë rast, miret me zyrtarët policor, sepse vetëm standardet profesionale dhe tek pastaj nëse është nevoja, miret edhe inspektorati dhe dalin me përfundim dhe ne e shohim ata se çka ka ndodhur ose çka është rasti për këtë rast të fundit tashmë, sepse i përsërita edhe raste tjera siç ka qenë suksesi dhe e kam pranuar tashmë. Po, dhe me qenë se po flasim për siguri, zotri Dashevci, dua të ndaj një informacion me shikuesit, sepse sot TVN ka prezentuar disa pamje ekskluzive të automjeteve të FSK-s që janë futur në veri dhe tani, pra, disa automjete të Forcës së Sigurisë së Kosovës thuhet se kanë hyrë gabimisht në territorin e Mitrovicës së Veriut gjatë ditës së sotme, ku kanë qëndruar për disa minuta. Kështu ka bërë të ditur zëvendës drejtori i Policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani. Sipas raportimeve të mediave serbe dhe videove të siguruara nga TVN, automjetet e FSK-s kanë hyrë në Mitrovicën e Veriut në orët e mëngjesit. Dëshmitarët okular raportuan se automjetet qëndruan aty për 10 minuta, ishin pothuajse 10 automjete përfshirë disa umër dhe 3 deri në 4 kamion. Fillimisht të qytetarët menduan se ishte këfori. Zëvendës drejtori i Policisë së Kosovës për Veriun Veton Elshani i ka konfirmuar TVN se automjetet ishin të FSK-s. Ai shtoi se ata kaluan rreth 5 minuta në një stacion karburanti ku policia i ka parë dhe i ka pyetur për situatën. Sipas Elshanit, pjesëtarët e FSK-s u përgjigjen se kishin gabuar vendodhjen dhe menduan se ishin në Mitrovicën e Jugut. Ai gjithashtu ka theksuar se pjesëtarët e FSK-s nuk kishin armë. Pra, zotri Dashevci, ishin disa pamje cilat TVN dhe i transmetoj me njëherë pasi i pranuam në redaksi, ishin pamje ekskluzive të automjeteve të FSK-s të cilat u futën në veri, por që tani ka dalur se ato kanë hyrë aty gabimisht. Në anën tjetër, gjatë ditës së djeshme, kemi pasur edhe gjetje të tjera të armëve, gjithsesht në Leposaveq. Kemi përmendur dhe kemi diskutuar dhe më herët për këtë çështje, për gjetjen e vazhdueshme të armëve në pjesën veriore, zotri Dashevci. Po, s'pari do të përgjigje në pyetjen e parë, sepse cilësoj vetëm se një gabim teknik kur dihet se jemi njerëz dhe mund gaboj gjithë secili, jo vetëm se qytetari. Në këtë rast mund gaboj, mund dështoj GPS-i, mund dështoj lokacioni, mund dështoj nëse nuk je i atij qyteti, sepse ka ndodhur edhe në vendet më bashkohore nderuar më beso. Çka është me rëndësi, atë çka e keni pa ju, e kam pa edhe unë nga televizioni juaj, ka zgjat 5 deri në 7 minuta dhe nuk e
ke asnjë incident vetëm. Mirë, po për këto raste nuk duhet të haruar që e ka FSK-ja ose ushtria jonë edhe masat disiplinore të brendshme, të merren apo mos të merren masat disiplinore të brendshme, nuk ka pasur armë askush, nuk është shqetësuar askush, sepse ka ndodhur kurt dhe janë kthyer te masë, është pa qartazi se nuk është asnjë provokim i vetëm nga askush dhe nuk ka pasur ndonjë rast të cilësohet si ndonjë rast i sigurisë ose që ta komentoj dikush atë që është e patjetërsueshme. Dhe çdo kush sipas mendimit tim dhe në aspektin e sigurisë që tenton ta shfrytëzojë në një mënyrë tjetër, unë mendoj që e ka gabim, sepse jam i këtij qyteti, nuk ka këtu diçka çka të theksohet që ka ndodhur diçka gabim teknik, ka kontaktuar policinë e Kosovës, i kanë thënë se e kemi gabuar rrugën, e kanë marrë asistimin e policisë Kosovës dhe janë kthyer në punët e veta të përditshme dhe tash është punë e institucionit a do të ketë masa të brendshme disiplinore, apo nuk ka edhe nevojë për ndonjë masë të brendshme. Në pyetjen e dytë, ka ndodhur një rast ku familjari e ka lajmëruar, domethënë familjarin që ka armë. Po, bashkëshort janë këtë rast. Bashkëshortja ka lajmëruar jo vetëm se ka armë, edhe se ka kanosur. Pra këtu është padyshim. Tash këtu po vjen i nderuar Blendi dhe nderuar Florentina, atë çka e kemi thënë gjithmonë në televizionin tuaj të nderuaj, se ka bashkëpunim qytetar polici gjithmonë. Nuk ka tensione etnike, nuk kem dashni me këto punë të japim komplimente atij ose atij. Ne vetëm se kemi tentuar sa vite ta themi të vërtetën, sepse me të vërtetë kjo siguria e brendshme po ndryshon dhe ne vetëm po e përmendim sigurinë e brendshme që po e dallojmë tej mase për sigurisë të jashtme, duke e ditë gjithmonë që jemi në stadin e portokallt dhe me kënë bëjmë domethënë punë, me Serbin këtu kemi bëjmë punë. Mirë, po kjo gru është për mua një patriote e Republikës Kosovës, e ka denoncuar burin sepse e ka cenuar me ato armë, domethënë e ka kanosur dhe ja, kjo është ai bashkëpunimi qytetar polici. Mendon se e njëjta ka qenë në DNI për posedimin e tërë atyre armëve? Po kur t'jeshti në bashkëshortësi me burin tënë, kur nuk e dim bashkëshortja shembull konkret, se çka ka buri ose buri, se çka ka gruaja, atëherë këtu është e pakuptim, domethënë ajo vetë se e ka ditur, është friksuar dhe kujt ju ka drejtuar këtu, çka është me rëndësien i nderuar, aspekti sigurisë, policia e Kosovës, ajo nuk ju ka drejtuar askujt pos organit publik dhe e ka lajmëruar rastin. Dhe kjo është për lakmi, sepse këtë duhet ta marrin shembullin e saj. Në çdo vend të Republikës Kosovës ku dallohet se ka armë ilegale, duhet lajmërohet vetëm policia e Kosovës, sepse ka reaguar shumë shpejt dhe e kanë kryer punën shumë shpejt, që do ta kryejnë edhe nesër, mendoj unë faktikisht. Po, Dashevci për qenë korrekt me shikuesit edhe për t'i futur ndoshta edhe në ngjarje. Ato se çfarë janë gjetur kanë qenë 3 pushka automatike AK-47, një pushkë ajrore, një revole, 55 fishek, një bajonet, 2 thika, 5 karikator të armës AK-47, një karikator të revolës, jakne ushtarake dhe 2 uniforma të policisë së Serbisë. Sa shqetësuese mund të jenë këto për qytetarët e Kosovës, tërë ky armatim, municioni, më pas edhe 2 uniformat të cilat kanë lidhje me policinë e Serbisë? Jo vetëm këto armë që ju po i përmendni, por vetëm edhe një armë e vetme dhe vetëm një fishek të jetë në kolof, atë rrezikohet qytetari, sepse nëse ti e ke pa leje dhe del në rrugë, dhe këtë po e marrë si çështje shumë normale, në tjera pjesë të Republikës Kosovës, ti do ta cenosh jetën e tjetër kujt, sepse askush nuk e din gjendjen psiqike tënde, kurse në këtë anë ata në Lumi Tibër, që është cenuar direkt siguria kombëtare, kur jemi sulmuar me Banjskën, ka ndodhur edhe nëntori viti 2024, gjenden aty armatim, gjenden edhe aty edhe uniforma të Republikës Serbisë. Në çka ta ludojmë këtu post që rrezikohet? Definitivisht se këtu ka shqetësim. Kush e largon shqetësimin? Policia e Kosovës dhe organet e sigurisë, të cilët po e punojnë punën dhe siç po i shohim këto armë që janë shqetësuese dhe po i largojnë pe çdo qytetari të Republikës Kosovës, dhe nëse ka bazë
që të arrestohesh, do të arrestohesh. Dhe nuk ka pas që të arrestohesh, do të lëshohesh në procedurë të rregullt, po këto janë strikt që vendosin organet tona të ndjekjes dhe drejtësisë dhe të sigurisë gjithashtu. Por a shqetësojnë definitivisht vetëm edhe një armë vetëm me shqetëson, e jo më ky arsenal i armëve që po ngjitet tash 4-5 vite. Megjithatë, Dashefsi ka gjasa për tensione, sepse realisht e keni përjashtuar disa herë këtë, por edhe kishim edhe një deklarat të fundit gjatë ditës së djeshme, ku NATO përsëriti edhe një herë se ka lartë fokusin në Ballkan, sa i përket sigurisë. Po, dhe tash kur jeti në këtë zonën para zgjedhore ose zgjedhore ose pas zgjedhore, qytetarët e Republikës Kosovës e dinë që nuk ka shqetësim ose ndonjë panik nga një sulm frontal i Serbisë. Kjo bie poshtë automatikisht nga ana ime, sepse i kem përsërit, e ka thënë presidenti Trump, e ka thënë sekretari i përgjithshëm Rute, e ka thënë kryeministri britanes, ku çështja e sigurisë për Kosovës është problem nacional i Britanisë, mirë po në atë aspektin e brendshëm, si ka mundësi tash ndonjë parti politike tentoj diçka të tensionoj kur nuk ka as rating të mirë, kur nuk ka as përkraje qytetare, dhe atë në atë aspektin e sigurisë pa marrë se parasysh se kush vije në pushtet, stema qëndron, flamuri qëndron, organet janë aty, nuk ka asnjë problem këtë rast, e gjitha tjera i takon vetëm politikës në aspektin e brendshëm, kurse në aspektin e brendshëm vazhdon lufta e egër hibride pej Rusisë në Evropë dhe pej Serbisë në Ballkan. Këtu jemi fare qartë dhe qëndrojmë në atë, sepse jenë në atë luftën hibride, jo vetëm ne, por edhe Evropa. Dashefci, ne të falenderojmë shumë për kohën që gjetët edhe sot, si gjithmonë për të sqaruar gjitha problematikat edhe shqetësimet e qytetarëve që kanë të bëjnë me sigurinë e vendit. Jo, respekti është gjithmonë i ndërsjellë për ju të dy, ju dëshiroj punë të mbarë.